Një satir politike në formën e kabares, shfaqja 24 orë nga jeta e një votuesi është mirëpritur nga publiku që kishte mbushur sallën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë. Shfaqja ndërthur komedinë, muzikën dhe satirën, ku në qendër të saj është jeta e një votuesi shqiptar në 24 orë, ndërsa pas kësaj dite të vetme fshihen shumë vite paradoksesh dhe absurditetesh të realitetit ton shoqëror. Për realizimin e shfaqjes, regjisori Adriada Dervishi është nxitur nga krijimtaria e Naun Shundit dhe Teodor Kekos. Mendoj që flitet dhe vjet në pikpyetje një institucion shumë i rëndësishëm siç është vota, zhvlerësimi i saj edhe me keqardhje edhe mungesa e alternativave. Si u priti Korçë? Jam shumë e kënaqur për hir të vërtetës, nuk e mendoja kurrë që një ditë të hënë në Korçë do të kishim kaq shumë pjesëmarrje dhe reagime kaq të shumta. Më vjen shumë mirë që publiku ka reaguar duke qeshur dhe duar trokitur dhe konfirmon dhe një herë idenë që temat shumë të rëndësishme mund të trajtohen vetëm me shumë humor. Në role kryesore interpretojnë Arben Derhemi në rolin e një burri në moshë të mesme që prej 35 vitesh heziton të votojë, duke ngritur pikpyetje mbi pjesëmarrjen qytetare dhe përgjegjësinë individuale, si dhe Zamira Kita me një karakter të krijuar posaçërisht për të, e quajtur revolucionare në rolin e nënës së protagonistit. Unë jam shumë e kënaqur nga ky bashkëpunim, nga kjo tematik, nga kjo kabare politike, që ka muzikë, që ka humor, që ka mesazhe dhe ajo që është shëmbitor, është mesazhi fort që votoni sepse jemi ne që përcaktojmë fatet tona. Është bukur të vesh japësh shfaqjen Korçë gjithmonë. Është bukur edhe është një publik shumë i ngrohtë, shumë i dashur. Ishte kënaqësi kur e ke sallën plotë dhe kur ndjen një ngrohtësi të tillë nga publiku. Pjesë e kastit janë edhe Giuliano Brisku dhe Ermir Hoxhaj, të cilët sjellin në skenë personazhe të shumëfishta, në stilin e arlekinëve modern shqiptar. Shfaqja ka sjell shumë humor për publikun, por edhe mesazhe të forta. Shumë e mirë, kënaqem shumë. Si gjithmonë, regjisoria i bën të veçanta. U kënaqem. Shumë e bukur. U kënaqem shumë e bukur. Skenografia paraqet një ndërtesë në ndërtim e sipër, simboli tranzicionit të tej zgjatur shqiptar, ndërsa kostumet dhe realizimi skenik mbajnë firmën e Desantila Likës. Muzika e shfaqjes është kompozuar nga Ulon Naçi, ndërsa interpretimi muzikor realizohet nga Gent Rushi Band, një trio muzikantësh që shoqërojnë të gjithë rrëfimin skenik.